Përshëndetje, ja ku jemi përsëri bashkë. Sot do të përgatisim disa panine të vogla ose bukë të vogla. Mund ta quani si të doni. Përbërësit i kemi gati, fillojmë ta përgatisim. Si fillim do të tresim majan, ku kemi marrë një gotë ujë të ngrohtë dhe do të trazoj mirë derisa maja na tretet plotësisht. Do të vendosim edhe sheqerin, e cila e aktivizon shumë mirë majan. Tu e lëm 10 minuta derisa maja na aktivizohet plotësisht. Vendosim një qesë kuzhinës sipër që edhe aktivizimi i majas të na bëhet sa më mirë. E lëm në qetësi. Ndërkohë që maja do të na aktivizohet, ne do të përgatisim pjesën tjetër të recetës. Do t'i vendosim të gjitha tek ena ku dhe do të përgatisim brumin. Vendosim edhe qumshtin, të cilën e kemi ngrohur njësoj siç kemi ngrohur dhe ujin për tretjen e majas. E vendosim në tenxhere. Edhim kripën që do të na tretet. Do të hedhim miellin semola. Edhe miellin 00. Vendosim dhe gjalpin, ku i jep një butësi shumë të mirë brumit. I vendosim. Bëjmë avash, sepse dhe miellin na përhapet shumë, shkakton shumë pluhur. E vendosim dhe majan. Stakojmë makinerin për të parë që brumi ka përfunduar apo jo dhe shohim që brumi na është bërë shumë i butë dhe na është lidhur. Brumi na është bërë, tani do ta lëm në qetësi në enë ku e punuam për 30 deri në 40 minuta. E mbulojmë me një pecet. E zbulojmë brumin mbas 40 minutave dhe shohim që brumi na ka ardhur shumë mirë. Tani brumin do ta heqim nga ena ku e kemi punuar dhe do ta vendosim në tavolinë ku dhe do e punojmë. Brumi na ka dalë shumë i mirë. E ka krijuar atë butësinë e vet, të cilën të butësia e jep gjithmonë gjalpi, të cilën unë e theksova edhe më lart. Do ta punojmë brumin për disa minuta që brumi të fitojë atë elasticitetin e vet. Ku ka më mirë që ju të përgatisni paninet të cilat mund ju jepni fëmijëve me vete në shkollë. Dhe është gjë më e sigurt për shëndetin e fëmijëve tuaj. E kemi përfunduar edhe punimin e brumit. Do e ndajmë në 2 pjesë të barabarta. Punojmë pak ato 2 pjesët dhe tani fillojmë të ndajmë pjesën e parë të brumit në pjesë të barabarta ku do të formojmë edhe paninet. Fillojmë t'i punojmë. Do e punojmë brumin për të formuar paninet në këtë formë, duke i mbledhur rulo 3 herë. Pastaj duke e rrotulluar që t'i japim formën që ne dëshirojmë për të formuar paninet. Duke punuar brumin në këtë mënyrë dhe kaq herë, do të përfitojmë panine shumë të mira. E krijuam dhe topthin e panineve dhe tani kështu do të vazhdojmë me të gjitha pjesët e brumit që ne kemi ndarë.
Mendova që paninet i bëj në dy forma. I kam bërë në forma të rumullakta dhe tani do t'i bëj në forma të gjata. Pothuajse i kemi mbaruar pjesën e parë të brumit, ku kemi formuar edhe paninet. Duke punuar në këtë formë, paninet na bëhen shumë të mira. Dhe brumi na vjen shumë mirë, krijon ato poret, del paninja në mënyrë perfekte. Përfunduam edhe paninet, tani është momenti që gjitha paninet t'i vendosim në tavë. Para se të vendosim paninet, do të shtrojmë 1 letër pjekje. I vendosim. Si që thash, të tavë e bëra një pjesë të madhe e bëra të rumullakta paninet dhe vendosa edhe 2 të tjera, të gjata, kështu që të tavën tjetër do t'i vendos t'i bëj paninet të gjata. E mbulojmë me një pecet ku do ta lëmë në qetësi për 1 orë. Pas 1 ore, paninet na kanë ardhur shumë mirë. Spërkatim sipër me miell. Do t'i presim nëpërmjet një thike mes për mes të gjitha paninet. Brumi na ka ardhur shumë mirë dhe pjekja besoj do na bëhet shumë mirë. I kemi përfunduar edhe procesin e fundit që i kemi prerë dhe tani do vendosim pak ujë në tavë që uji të çojë hapun dhe ta bëj pjekjen sa më mirë të panineve. Do i pjekim në temperaturën 200 gradë për 30-35 minuta dhe pastaj do e ulim në 160 gradë për 20 minuta. E vendosim në furrë. Përfunduar edhe procesi pjekjes, paninet na janë bërë në mënyrë perfekte. Faktikisht unë këtë fjalë perfekte e kam theksuar shpesh në çdo video, po me thënë drejtën na janë bërë në mënyrë të përkryer. Pjekja është bërë super. I vendosim një pecet sipër, sa t'i dalë e nxehtë si e madhe. Ja ku i kemi gati për t'i servirur. Pjekja është bërë në mënyrë të shkëlqyer, si nga poshtë edhe sipër, shko si kërcet. Zakonisht kur përdor letër poshtë pjekje, bëhen fantastike, sepse e ruan atë nxehtësinë e mirë, nuk është se do rrëmbehen. Tani i presim, t'i shohim se si na kanë dalë. Në sy duken shumë mirë, na ngelen vetëm t'i shijoj. Pjekja është bërë super. Kështu që gjithkush nga ne mund t'i bëj vetë paninet, si për fëmijët, po ashtu gjithashtu edhe për juve. Kur veni në punë, e merrni me vete. E shohim që pjekja dhe buka kërcet shumë mirë, në paninja. Kullimi është bërë shkëlqyer dhe shifeni rezultat. Paninja është super. Sidomos ai mielli semola që unë e plotësoj, që e shoqëroj me miellin 00, nxjerrin paninet të shkëlqyera. Ju bëft të mirë. Miru takofshim në video të radhës.